Të dy në televotim, kush do dalin nga këto dyja jashtë. Dhe në moment që delin jashtë, do dihet më ja, dalin kësaj. Sepse thashun për ne them ka fituar shumë pikë. Vetëm rysh qetësinë, mos e humb këto momente se po unë kisha qenë në Stelinës nuk di çfarë do kisha bë. Unë problemin aty e kam, që ruaj shumë qetësinë dhe e mbaj shumë gojë. Kjo tregu shumë e zgjut. Jo, s'foli shqyr zotit. Që nuk iku. Ore që nuk iku po. Tiki unë për çfarë? Jo, po që sike, bravo. Po jo zemra unë se kam respekt për veten time erdha këtu. Jo, mund t'i thoje që unë kam marrë me vetëm këtu, nuk kam marrë me njëri tjetër. Pse duhet të jemi pse duhet të jemi konkurrentë? Këto janë sfidat e Big Brotherit, o Flori. Nesër të bie ty ti je. Ajo mund dal kundra ty për çdo gjë. Si kundërshton dot. Ajo sapo i doli, i tha që unë do bëj nominimet, jo tha nominimet do i bëjmë bashkë. Sa i doli, llafi parë. I tha që unë do i bëj nominimet, se unë kam jetu këtu, unë i di gjërat nga afër. Sepse ajo ka ardhur me plan nga atje, kurse kjo është këtu. Nuk e pristoj që të ishte konkurrent. Gjithsesi tregohet zgjut, pa të përfiton nga ajo. Ajo erdhi se nuk ditë fare. Ajo një gjë. A di si thashun? Unë i thash përshëndetje Stelina. E ngjove ti kur i thashun? Unë Kasile thash. Unë më të thasha përshëndetje Ina. Unë i thash përshëndetje Stelina, kur erdhi thash dorën. Ajo më ngeli më thash, "Jo, se kam Stelina, kam Ina." Përshëndetje Stelina i thash prap. A kupton se ashtu ishte. Jo, më ka ra tavanin kokë, ta them sinqerisht. Më zhduk, jo për shoqen e ngushtë, zbëlla, po si për motrën time, si për veten time, nuk do doja kurrë më 1000 vjet. Si situatë është shumë e rëndë, po kjo këtu duhet të tregoj veten e Po pra, edhe në ngreta të tjetrën, tash taksirati vet. Unë Kezin me të vërtetë kam shok, por ta shikojmë tash si do jetë zgjedhja. Unë atë do shoh